Gurët në veshka janë një problem shumë i përhapur shëndetësor, i cili prek miliona njerëz në mbar botën dhe përbën një nga shkaqet më të shpeshta të paraqitjes në urgjencat mjekësore për dhimbje të forta. Edhe pse shpesh konsiderohen si një problem i thjeshtë, gurët në veshka mund të ndikojnë seriozisht në cilësinë e jetës dhe në raste të caktuara të rrezikojnë funksionimin e vetë veshkave. Veshkat janë organe jetike që kanë një rol thelbësor në filtrimin e gjakut, largimin e mbetjeve metabolike dhe rregullimin e ekuilibrit të lëngjeve dhe mineraleve në organizëm. Kur ky ekuilibër prishet, në urinë fillojnë të grumbullohen substanca që normalisht duhet të treten dhe të eliminohen pa problem. Me kalimin e kohës, këto substanca kristalizohen dhe formojnë gurët në veshka. Një nga shkaqet kryesore të këtij procesi është dehidratimi. Kur trupi nuk merr mjaftueshëm ujë, urina bëhet e përqendruar dhe krijon kushte ideale për formimin e kristaleve. Ky rrezik rritet ndjeshëm gjatë stinëve të nxehta, tek personat që punojnë në ambiente të nxehta, tek ata që djersiten shumë ose që nuk kanë zakon të pinë ujë rregullisht gjatë ditës. Ushqyerja luan gjithashtu një rol shumë të rëndësishëm. Konsumi i lartë i kripës rrit sasinë e kalciumit që eliminohet me urinën, duke favorizuar formimin e gurëve. Po ashtu një dietë e pasur me proteina shtazore, mish të kuq dhe ushqime shumë të përpunuara mund të ndryshojë përbërjen e urinës dhe të rrisë rrezikun për gurë në veshka. Në disa raste, formimi i gurëve lidhet me faktor gjenetik. Personat që kanë pasur familjar me gurë në veshka kanë një probabilitet më të lartë për të zhvilluar këtë problem gjatë jetës. Gjithashtu, disa sëmundje metabolike, çrregullime hormonale, infeksione të shpeshta urinare, si dhe përdorimi afatgjat i disa medikamenteve mund të kontribuojë në krijimin e gurëve në veshka. Shumë njerëz mund të kenë gurë të vegjël në veshka pa e ditur fare. Këta gurë mund të qëndrojnë për një kohë të gjatë pa shkaktuar simptoma dhe të zbulohen rastësisht gjatë një kontrolli mjekësor. Problemi fillon zakonisht në momentin kur guri fillon të lëviz në rrugët urinare. Në këtë rast, shfaqet ajo që njihet si kolik renale, një dhimbje e fortë, e mpret dhe e papritur, që shpesh përshkruhet nga pacientët si një nga dhimbjet më të forta që kanë përjetuar ndonjëherë. Dhimbja zakonisht nis në pjesën e poshtme të shpinës në njërin anë dhe mund të përhapet drejt barkut, ijeve apo organeve gjenitale. Kolika renale shpesh shoqërohet me simptoma të tjera si të përziera, të vjella, djersë të ftohta, ndjenjë ankthi, urinim të shpesht ose me djegje, si dhe me prani të gjakut në urinë. Pacienti zakonisht nuk gjen qetësi në asnjë pozicion dhe dhimbja vjen me val me intensitet të ndryshueshëm. Në disa raste, gurët në veshka mund të shkaktojnë komplikacione serioze. Nëse një gur bllokon rrjedhën e urinës, mund të çojë në zgjerim të veshkës dhe dëmtim të funksionit të saj. Nëse njëkohësisht është i pranishëm edhe një infeksion, situata bëhet urgjente dhe potencialisht e rrezikshme për jetën. Temperatura e lartë, dridhjet, dhimbja e fortë dhe pamundësia për të urinuar janë shenja alarmi që kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme mjekësore. Diagnoza e gurëve në veshka bëhet përmes analizave laboratorike dhe ekzaminimeve imazhierike. Analizat e gjakut dhe urinës ndihmojnë në vlerësimin e funksionit të veshkave, në zbulimin e infeksioneve dhe në identifikimin e faktorëve që favorizojnë formimin e gurëve. Ekografia dhe tomografia kompjuterike lejojnë identifikimin e saktë të gurëve, madhësinë, formën dhe vendodhjen e tyre. Trajtimi i gurëve në veshka varet nga shumë faktorë, përfshirë madhësinë e gurit, simptomat, gjendjen e pacientit dhe praninë e komplikacioneve. Gurët e vegjël shpesh mund të eliminohen vetëm me rritje të marrjes së lëngjeve dhe trajtimin me medikamente për qetësimin e dhimbjes dhe relaksimin e rrugëve urinare. Në raste të tjera, mjekësia moderne ofron metoda efektive dhe minimale invazive, si thërmimi i gurëve me valë goditëse ose ndërhyrjet endoskopike, të cilat lejojnë heqjen e gurëve pa nevojën e operacioneve të mëdha. Megjithatë, pas trajtimit rreziku për rikthimin e gurëve mbetet i pranishëm. Prandaj parandalimi është thelbësor. Pirja e mjaftueshme e ujit gjatë gjithë ditës është masa më e thjeshtë, por edhe më e rëndësishme për mbrojtjen e veshkave. Urina duhet të jetë e qartë dhe e bollshme. Kjo është një shenjë mirë e hidratimit të duhur. Reduktimi i kripës, një ushqyerje e balancuar, aktiviteti fizik i rregullt dhe kontrollet periodike mjekësore janë hapa të domosdoshëm për të ruajtur shëndetin e veshkave. Kujdesi për veshkat nuk duhet parë si reagim ndaj dhimbjes, por si një investim i përditshëm për shëndetin afatgjatë të organizmit. Me doktor Alkeda Koroshin, nefrolog mjaft i njohur dhe me mjaft përbojë, kemi zgjedhur sot që t'i kthejmë përgjigje disa pyetjeve që kanë ardhur nga ju
në faqen tonë zyrtare Trupi dhe Shëndeti në Instagram. Pra ju kemi ftuar që të na drejtoni pyetje për doktorin dhe kanë ardhur shumë pyetje të cilat ne jemi munduar të përzgjedhim ato që janë ndoshta më interesante dhe më me vlerë për gjithë ju që po na ndiqni sot në ekran. Doktor, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Ju falenderoj që më pritet. Siç e thash, pra pyetjet ishin të shumta, unë po nis më një herë me të parën, e cila ka të bëjë pra na pyet një shikues ose më saktë ndjekës në faqen e Instagramit në lidhje me ujin. A duhet të pi ujë gjatë kohës që kam dhimbje në veshk? Problemi i ujit me gurët në veshka është i lidhur mjaft ngushtë për arsye sepse një nga shkaqet kryesore që pse formohen gurët në veshka është pikërisht fakti se njerëzit nuk pinë ujë në masën e duhur. Njeriu duhet pitë paktën 2 litra ujë në ditë dhe në varësi dhe të kushteve të jetesës, në varësi të klimës, për shembull në vendet e nxehta ku edhe të ngrohta ose në ditët e beharit ku njeriu evaporon me anë të djersës një pjesë të madhe të lëngjeve, sasia e ujit që duhet pirë duhet jetë më e madhe. Dhe pirja e ujit bën që të treten më mirë kriprat në tretësirën e urinës edhe të pengohet formimi i gurëve. Kjo është një nga shkaqet, sepse ka dhe shkaqet shumë të tjera për formimin e gurëve, si që janë shkaqe metabolike, shkaqe infeksioze, shkaqe hereditare të trashëgimisë, shkaqe ka të bëjnë me inflamacioni, shkaqe kanë të bëjnë me ashpërsimin e këtyre radikaleve të lira të oksigjenit, domethënë fenomenet oksidative dhe shkaqe tjera. Po pirja e ujit është një nga shkaqet kryesore. Vetëm ka një gjë që njeriu që vuan nga gurët në veshka duhet pi ujë gjatë intervaleve të krizave ose gjatë vazhdueshmërisë së jetës, por nuk duhet pi ujë në kohën kur ka kriza shumë të forta të veshkave. Apo që nga kundërta, gjatë kohës së dhimbjeve të mëdha nuk duhet pi ujë. Për arsye se në kohën e dhimbjeve të mëdha ndodhin spazma të rrugëve ekskretore urinare, dhe nëse juve pini shumë ujë në atë kohë, uji del nëpërmjet filtrimit glomerular në veshka, por nuk ka ku të shkojë më poshtë se është e bllokuar kanali i urinës për shkak të gurit, edhe për shkak të spazmave, dhe tendos veshkën nga brenda më shumë, tendoset kapsula e veshkës edhe shtohen më shumë. Domethënë perpetuohen dhimbjet. Dhimbjet vazhdojnë edhe më shumë edhe më të forta. Prandaj nuk duhet pirë ujë në kohën kur ka dhimbje. Kurse jashtë dhimbjeve, pastaj këshillohet pirja e ujit me shumicë pikërisht për arsyet që thamë në mënyrë që të paksohet mundësia e formimit të gurëve në veshka. Po gjatë kohës që ka dhimbje dhe ndërkohë ka dhe etje, si ta bëj në këtë rast? Do pi pak ujë sa të njohë buzët. Jo ta rëndoj veshkën, kjo është ideja. Doktor, me që jemi këtu, po kaloj pak të një pyetje tjetër, jo sipas radhës, sepse përveç ujit më ka pyetur dikush në lidhje me ushqimin me kalcium. Pra, bën mirë në raste kur vuan gurët në veshka? E vërteta është që gurët në veshka në shumicën e tyre janë përbërë nga kriprat e kalciumit. Ose më mirë themi që në 80% të rasteve gurët në veshka formohen nga oksalatet e kalciumit. Natyrisht ka edhe përbërës të tjerë në gurët në veshka. Oksalatet e kalciumit përbëjnë 80% të rasteve me gurën në veshka, po ato mund të formohen edhe nga fosfatet e kalciumit, mund të formohen nga acidi urik, nga uratet, pra mund të formohen nga cistina, mund të formohen gurët edhe nga përdorimi i disa lloj medikamenteve, domethënë, që mund të jenë shkaktar të formimit të gurëve. Por oksalati i kalciumit që është shkaku kryesor, edhe përbërësi kryesor në gurët e veshkave, në njerëzit, tregon që njeriu duhet ketë kujdes me problemin e kalciumit. E vërteta është që duke qenë që gurët janë të përbërë kryesisht nga oksalatet e kalciumit, shumë herë mjekët ose njerëzit i këshillojnë pacientët që të mos përdorin ushqime me kalcium shumë. Thonë sa më pak kalcium aq më mirë. Gjë që s'është e vërtetë. Ushqimi duhet të jetë në mënyrë të mjaftueshme me kalciumin. Pse? Sepse nëse ti përdor pak kalcium në ushqime, atëherë në zorët e njeriut, ushqimet që ke marrë ti përmbajnë shumë oksalate. Dhe nëse ti përdor pak kalcium, këto oksalate nuk lidhen me kalciumin dhe ato fillojnë e përthithen në paretet e zorëve dhe shkojnë nëpërmjet qarkullimit të gjakut në veshka dhe formohen ose shtohet mundësia e formimit të gurëve nga oksalatet, pra arritet mundësia e oksalaturisë, e daljes oksalateve me shumicë në urinë. Prandaj duhet këshillohet që të merren ushqime me kalcium të mjaftueshëm, në mënyrë që të pengohet formimi i gurëve në veshka. Ato vende është konstatuar që në ato vende ose në ato zona gjeografike ku uji përmban pak kalcium, nuk është e vërtetë që ka më pak gurë. Kjo nuk është e vërtetë.
Prandaj, kjo duhet, natyrisht që nuk duhet tepruar. Nuk duhet tepruar me shumë kalcium, se dhe kjo është e dëmshme, nuk duhet tepruar me shumë vitamina D, se shumë njerëz e kanë në modë sot që përdorin vitamin D, se jo për nuk shohim diell shumë e tjera. Në të vërtetë vitamina D është ajo që bën përthithjen e kalciumit në zor dhe e përthith me shumicë dhe e depoziton në veshka në formën e gurve në qoftë se ti e egzageron. Jo më shumë se 800 deri 1000 unitet vitamin D në ditë duhet të marrë njeriu. Se ka disa njerëz që marrin 5000, 10000 ose më shumë unitet në ditë vitamin D, gjë që nuk është e këshillueshme dhe është në kuadrin e pastaj të një hipervitaminoze që dëmton shëndetin e njeriu. Dëmton edhe veshkën atë. Dëmton edhe veshkën. Doktor, para se të kaloj të pyetja tjetër, në fakt dohet thjesht që edhe teleshikuesit kur flasim ushqimet pasura me kalcium, na jepni ndonjë shembull për çfarë bëhet fjalë? Ushqimet që pasura, ushqimet të gjitha llojet ushqimeve kanë kalcium, edhe ushqimet e botës shtazore, pra mishi, veza kanë kalcium, qumshi, patjetër djathi kanë kalcium, edhe perimet, zerzabatet janë ushqime. Pra ushqimi duhet të jetë polivalent. Kjo është. Doktor, një pyetje që e kam bërë disa në fakt është a është e vërtet që dhimbjet nga gurët në veshka janë më të forta se dhimbjet gjatë lindjes? Dhimbjet nga gurët në veshka, ato ne i quajmë kolika renale, kur janë dhimbje shumë të forta. Kolika renale është një dhimbje jashtëzakonshme, e cila e bën njeriu që të shtrihet për vetë, të përplasë, të vërë faqen në tokë dhe të përpëlitet, si më thënë, atje në mënyrë që të gjejë një qetësim. Nuk ka një pozicion caktuar që e qetëson atë nga këto dhimbje të fuqishme. Thonë që dhimbjet nga gurët në veshka, pra kolikat renale, janë më të forta se dhimbjet e lindjes. Se vërtet është që unë nuk i kam provuar dhimbjet e lindjes, por janë mjaft të forta në këto raste, domethënë dhe kapërcimi. Sikur të ngjash me qafshin janë mjaft të mëdha, pra janë gjatë të mëdha. Po. Dhe këto nuk dihet se kur kalojnë, mund të bajnë disa minuta, disa orë, por nganjëherë mbajnë 1-2 ditë dhimbjet shumë të forta dhe vazhdojnë. Pa pushim. Po, pa pushim. Çfarë do të bëjmë në këtë rast? Në varësi të pengesës, zakonisht gurët që janë në kanalin e urinës, në ureter, që është kanali që lidh veshkën me ureterin, këto zakonisht e blokojnë komplet ureterin, kanalin e urinës dhe shkaktojnë dhimbjet shumë të forta. Duhet marrë masa në mënyrë që të lirohet pengesa. Masat mund të jenë jo vetëm me ilaçe, jo vetëm me dhënien e disa preparateve, domethënë që lehtësojnë kalimin e gurëve, që janë spazmolitik, i themi ne, që lirojnë spazmën, por edhe masa, të themi, gjysmë invazive, siç janë për shembull litotripsia, shockwave litotripsi, litotomia perkutane, ose procedurat retrograde, endoskopike retrograde, ku hyn nga poshtë lart në mënyrë edhe janë ndërhyrje kirurgjikale, nuk janë shumë invazive për arsye se nuk hapet barku. Domethënë me anë të thikës të hapet barku komplet, por me anë të këtyre ndërhyrjeve bëhet e mundur që të lirohet pengesa edhe guri të nxirret në mënyrë atë. Ndërhyrjet më pak invazive si me ultratinguj. Me ultratinguj, po kjo është shockwave litotripsia, është ku me ultratinguj e shtritet sëmurin përmbys në një shtrat mjekimi, edhe atje i dërgon, e fikson atë vendin e gurit me anë të imazherisë dhe i dërgon në val ultratinguj shumë të forta, të lokalizuara, të koncentruara pikërisht në vendin e gurit, duke bërë të mundur që të thërmohet guri dhe të thërmijat pastaj dalin një nga një me anë të rrugëve urinare, me anë të kanaleve urinare. Kjo është një mënyrë. Dhe sërish në lidhje me dhimbjet, dikush thotë më kapën dhimbjet e forta në mes të natës. Çfarë duhet të bëja në shtëpi? Një nga mënyrat më popullore që janë edhe rezultative është që do vësh diçka të nxehtë në nivelin e anës ku ka ndodhur guri, se kjo liron spazmat. Ose do marrësh një shishe me ujë të nxehtë, ose do futesh në një vask me ujë të ngrohtë, edhe ajo ndihmon për lirimin e gurit. Mënyra tjetër duhet marrë preparate spazmolitike, siç është për shembull amlodipina, delati, spazmeksi, ilaçe të cilat lirojnë spazmat e rrugëve urinare. Dhe kjo është një mënyrë tjetër. Nuk duhet të pirë ujë si stam shumë në atë ditë, atë natë që ti ke dhimbje të forta. Duhet ta kursesh veten në mënyrë që të mos zgjasish atë procesin ose kohën e krizës që e ka zënë sëmurin. Nuk duhet të pish ujë. Dhe pastaj të nesërme që mëngjes duhet filloj të bësh ekzaminimet, që të parë se
çfarë guri është, ku është, çamansi e ka dhe çfarë zgjidhje mund të ketë guri që të ka bllokuar rrugët urinare. Doktor, një pyetje tjetër ka të bëjë me ushqimet që duhet të shmang menjëherë nëse kam pra një histori me gur në veshka. Cilat janë ushqimet që duhen shmangur? Përgjithsisht ushqimet që kanë shumë oksalate, për shembull spinaqi. Edhe mishi shumë duhet shmangur, mishi i kuq, sepse ndihmon mishi i kuq për shembull për gurët në veshka nuk bën mirë, sepse jo vetëm që ka shumë kalcium, por mishi i kuq ndihmon edhe për të acidifikuar urinat, i acidifikon urinat. Dhe urinat në përgjithësi kur janë shumë acide, atëherë aty predispozita për të formuar gur nga oksalati i kalciumit është më i madh. Përgjithsisht një nga llojet e mjekimeve që bëjmë ne për gurët nga oksalatit e kalciumit është që i rekomandojmë të sëmurit të haj ushqime që i alkalinizojnë urinat, i kthejnë në formë bazike. pH i urinës duhet të jetë mbi 6. Në këtë rast. Zakonisht pH është 5.5. Duhet jetë mbi 6. Në këtë rast i këshillohet që të merren ushqime, siç janë për shembull perimet dhe sidomos frutat. Ato janë shumë mira për të alkalinizuar urinat. Gjithashtu janë preparate siç është për shembull citrati potasiumit, sepse kanë edhe citrati potasiumit ka dhe potasium që ndihmon domethënë për alkalinizimin e urinës, ka pakson daljen e kalciumit në urinë, ka dhe citrate të cilat janë molekula të cilat frenojnë precipitimin e gurëve në veshka. Procesin e precipitimit të gurëve në veshka. Që nga procesi, që nga fillimi i nukleacionit, që nga procesi i rritjes së gurëve dhe deri në procesin e agregimit të këtyre kristaleve dhe formimin e gurëve më të mëdhenj në nivelin e rrugëve urinare. Doktor, pyetjet janë aq shumëta se që po mundohem përzjell disa prej tyre. A duhet të mbledh gurin kur del dhe t'ia çoj mjekut për analizë? Po, është diçka e rëndësishme të marrësh dhe të bësh ekzaminim kimik të gurit, sepse gurët janë të shumë llojshëm. Gurët mund të jenë gurët, sa tham, kryesisht nga oksalati i kalciumit, por gurët mund të jenë nga uratet. Në shumë njerëz, të cilët janë sidomos diabetik ose të shëndosh, zakonisht gurët që formohen janë nga uratet. Kjo në këtë raste nuk duhet bërë alkalinizimi i urinës, sepse pra mënyra e mjekimit nuk është një lloj në të gjitha llojet e gurëve. Në këtë raste duhen marr, kur ka gur nga uratet, pacienti duhet marr preparatet që ndikojnë në paksimin e daljes acidit urik në urinë. Midis tyre për shembull është allopurinoli, për shembull një preparat, ndihmon daljen e acid. Edhe duhet marr masa që të rregullojë proceset metabolike, të mjekojë mirë diabetin, të ulë obezitetin, të shtojë lëvizjet fizike, të gjitha këto ndikojnë për paksimin e frekuencës së gurëve në veshka. E vërteta është që gurët në veshka janë fenomene që ndodhin kryesisht tek burrat. Raporti midis burrave dhe grave është gati 3-1. Domethënë 3 burra kanë gur me një grua. Pra kryesisht meshkujt janë ata që kanë gur në veshka. Dihet që sa është frekuenca e gurëve në veshka, për shembull në popullsinë e përgjithshme është gati 11-1. Pra në çdo 11 veta një njeri vuan nga gurët në veshka. Shumë njerëz nuk e dinë akoma sepse janë në fillimet, nuk e ka zënë kriza. Po më vonë e kupton që është me gur në veshka dhe patjetër duhet marr masa në mënyrë që të riparojë problemin që ka në veshkat e tij. Problemi i gurëve në veshkat është i madh sepse është sëmundja më e shpeshtë nga gjithë sëmundjet e veshkave. Gurët në veshka. Këto kanë të zënë vendin e parë midis gjithë sëmundjeve të tjera të veshkave, duke filluar që nga sëmundjet inflamatore, sëmundjet autoimune, sëmundjet e veshkave të llojeve të ndryshme, me fjalë edhe për shembull glomerulonefritet, pyelonefritet, edhe sëmundjet hereditare, veshkat polikistike e tjera. Po vendin e parë zën gjithmonë sëmundja e gurëve në veshka. Pyetja para fundit, sa i duhet zakonisht një guri të vogël që të dalë vetë? Zakonisht kjo ka të bëjë me shumë faktorë, por një nga shkaqet kryesore ose një nga faktorët kryesorë është madhësia e gurit. Zakonisht gurët janë 5-6 mm, këto dalin më kollaj në rrugët urinare. Domethënë duke shtuar tipiljen e lëngjeve në momentin që s'ke dhimbje, edhe duke marrë nga këto preparatet që lirojnë rrugët urinare, mund të dalë guri vetë. Edhe duke përdorë, edhe këto bimët që janë bimët popullore, që janë siç është trëndafili i egër, fara gjëmbaçi, mustaqet e misrit, të gjitha këto janë çajra të cilat merren edhe që ndihmojnë për daljen e gurëve në veshka. Se kanë efekte të lehta diuretike, kanë efekte të lehta antiinflamatorë, ndihmojnë për daljen e gurëve në veshka. Por kur guri është i vogël mund të dalë. Nëse madhësia e gurit është mbi 8-9 mm, vështirë që të dalë guri, sepse në kanalet e urinës ka disa ngushtica.
ka 3 ngushtica, lart, në mes edhe poshtë. Këto ngushtica e poshtme që është afër fshikës së urinës është më e forta. Dhe këto ngushtica e pengojnë daljen e gurëve që janë relativisht të mëdhenj. Po, ama guri, po doli nga kanali urinës dhe doli në fshikëzën urinare, është më e kollajshme dalja, ti del më kollaj pastaj. Edhe është më e thjeshtë. Nuk ka shumë siklet, nuk ka shumë dhimbje pacienti në këtë rast. Dhe pyetja e fundit, sepse siç thash fatkeqësisht nuk mund të kthejmë dot përgjigje të gjithëve. Sa dëm bën kripa? Sa duhet ta ul në ditë sasinë e kripës që përdor që të mos krijoj gurë sërish? Kripa është një tjetër shkak i formimit gurëve. Njerëzit që hanë shumë krip, pra kur merr shumë natrium në dietën tënde, shtohet dalja e kalciumit në urinë. Pra, sa më shumë natrium të marrësh, aq më shumë kalcium do të dalë në urinë, aq më shumë është mundësia për të formuar gurë. Njeriu nuk duhet hajë ushqime me shumë krip. Sa më pak kripa që më... Domethënë, kripa kufizohet edhe në raste të tjera, të hipertensionit, të sëmundjeve të zemrës e tjera, po kripa në këtë rast, në rastin e gurëve në veshka, është e mirë të kufizohet kripa pikërisht për të paksuar incidencën dhe mundësinë e gurëve në veshka në këta pacientë. Doktor, ju falenderoj për gjithë përgjigjet që thatë për teleshikuesit tanë dhe ju mirëpresim në intervistat. Faleminderit dhe ishte kënaqësi.